Ne kur flasim me ata njerëz që i ka kaplu një re e zezë, nuk po e them këto asnjëherë në kuptimin negativ, se njerëzit nuk po kanë mundësi me e pa të vërtetën, e kanë terr, errësirë. E Allahu neve na ka sjell këtë dritën e madhe Kur'anin për me largu këtë errësirë. Ne duhet dhe kemi obligim të ua transmetojmë këtë dritë. Ne duhet me mundësu njerëzve me pa dritën e Kur'anit. Prandaj të lutem në qetësi, duhet t'i themi atij vllaut ton, shokut, kolegës, të lutem, a ke qetësinë me dëgju? Dëgjo fillimisht. 2. A je i gatshëm me pa dritën dhe fuqinë e kësaj çfarë e lexova dhe e dëgjove, argumentin peshën? Allahu krijoi 7 palë qedhër. Si u krijuan? A nuk është interesante çdo ditë dielli lind në kohë të caktuar? Sa krijesë e madhe është dielli, planet në vetvete? Këto bjeshke male të cilat neve po na rrethojnë, si qëndrojnë këto vetvetiu? Kush po përkujdeset për rendin, rregullin dhe sistemin që mbretëron sot në gjithësi? E shumë pyetje tjera. Dhe kur ti i shpalos dhe i zbardh krejt këto argumente, kjo dritë ka që fuqishme, atëherë, të lutem, a nuk jeni në gjendje me pranu peshën dhe forcën e këtyre të vërtetave? Po, a janë këto të vërteta? Po, atëherë, a nuk jeni në gjendje me njoft, me pranu dhe me u dorëzu para madhërisë Zotit Dhul Xhelal? Në anën tjetër, ata cilët po mohojnë, ata cilët po kundërshtojnë. Por padrejtësia më e madhe dhe më pa kuptueshmja është se ata tani padrejtësisht nga errësira e cila i ka kaplu, i ka mbërthyer errësira, s'po shohin. Errësirat janë dilema, janë dyshime, janë ideologji, janë shkolla të mbrapshta, janë libra që janë mësuar, janë lexuar. Për fat të keq, gabimisht, libra të mbrapsht. Tani thot dikush, a ka libra të mbrapsht? Po si s'ka libra të mbrapsht? Libra të cilët neve na kanë edukuar për dekada, që janë mundu me zavendësu fjalën Zot me fjalën natyrë. A i keni pa disa të moshuar, thot, natyra na krijoi. Për dekada është mundu mu zavendësu fjala Zot me fjalën natyrë. Nana natyrë. Mirë, po natyrën kush e krijoi? Prandaj këto janë libra të mbrapshta. Këto janë errësira dhe dilemat të cilat duhet të zbardhen, duhet të shërohen dhe duhet të vjen fuqishëm drita e madhe e Kur'anit, e cila është përplot argumente, forcë, fuqi, dëshmi, prova, të cilat në fund njeriu i qetë gjithsesi i pranon. Njeriu i qetë ndriçohet nga kjo dritë e madhe dhe në fund e kupton gabimin se nuk mund të barazohet Zoti i rrejshëm, cili do Zot qoftaj, dhe çfarë do lloj Zoti qoftaj idhull i cili mund të preket, idhull që i takon botës materiale, sot ekziston një pjesë e idhujtarisë moderne që nuk janë idhuj që preken, po janë idhuj abstrakt që nuk shihen, po i kanë mbërthy dhe i kanë pushtu shumë zemra e shpirtat njerëzve. Prandaj kjo është ajo drita e madhe e fuqishme e Kur'anit që lyp këto errësira t'i zhbëj